Europa është bashkuar më shumë në këtë pikë these të historisë. Dhe Europa ka qëndruar e bashkuar në mbështetjen e saj të palëkundur për Ukrainën, sepse nuk duhet harrojmë. Kjo është arsyeja pse edhe komuniteti politik evropian është themeluar e krijuar për të mbledhur krah Ukrainës përballë agresionit rus, pra për të radhitur krah saj dhe për sjell paqe në kontinent, ndërkohë që Rusia e ka lënë Europën. Vetëm fakti që jemi të ulur këtu së bashku me ju, Volodymyr, është provë e bashkimit ton të palëkundur, të çelikt. Dhe kjo tregon bashkimin ton, vendosmërinë ton e një bashkëpuni edhe më të madh për të ruajtur sovranitetin e Ukrainës, për gjetur një rrugë drejt një marrëveshjeje paqeje dhe për të pasur garanci të forta sigurie për Ukrainën. Gjatë rrugës, shumica e anëtarëve të KPE-s kanë mbështetur sanksionet kundër Rusisë dhe ato po japin efekt. Të ardhurat e naftës dhe gazit në Rusi janë ulur me 18% përpara luftës, ndërkohë që deficiti po rritet në mënyrë të papërshkrueshme. Inflacioni është në rritje mbi 10%.